Atëre. E fillojmë ku e lam, po thosha. Nëse kemi mirë kuptim gjithë si këshilltar, të kalojmë pikat 1, 2, 3 dhe 12 që janë praktikisht pranimet e dorëheqjeve të anëtarëve të Këshillit Bashkiak, zgjedhja e kryetarit të Këshillit Bashkiak dhe zgjedhja e nënkryetarëve të Këshillit Bashkiak. Fillojmë nga njëshi, për miratimin e pranimit dorëheqjes mandatit të këshilltarit Edi Blushi. Kush është dakord? Kundër? Abstenim? Miratohet. Për miratimin e pranimit dorëheqjes mandatit të këshilltarit zonja Romina Kuko. Kush është dakord? Kundër? Abstenim? Nuk ka. Miratohet. Për projekt vendimi numër 3 për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit Bashkisë, propozimet? Për sa i përket propozimit për kryetar këshilli dhe nënkryetar këshilli, grupi socialist propozon për kryetar këshillit bashkiak zonjën Megi Fino dhe për nënkryetar të këshillit bashkiak zotin Endrit Brahim Llari. Okej. Do kërkoja mirëkuptimin e opozitës që procedurën për votimin ta bëjmë me votim të hapur, që të vazhdojmë zgjedhjen. Nëse do ketë dakordsi nga opozita, ta bëjmë me votim të hapur. Nëse jo, pastaj të ecim me votim. Jemi dakord? Tani, jo. Kush flet në emër të grupit të Po? Faleminderit. Është për ekonomi koha më tepër. Grupi Partisë Demokratike nuk është që ka kandidatura, nuk e di nëse grupet e tjera kanë kandidatura, sepse nuk jemi ne vetëm grup opozitar. Në rast se nuk ka kandidatura dhe ka kandidatura të vetme, për ekonomi koha, duke ditur rezultatin final dhe duke qenë se objektivi sot duhet të jetë diskutimi i hallave dhe problemeve të qytetarëve, patjetër që do pranonim gjithmonë e përsërisë nëse nuk ka kandidatura të tjera nga grupet e tjera opozitare. Nëse ka kandidatura teke, patjetër që po japim dakordsinë tonë për të kaluar me votim të hapur, ashtu si sanksionon dhe rregulloria. Faleminderit. Ka ndonjë sugjerim tjetër, kandidatura tjetër apo kundërshtim ndaj kësaj që mundohemi të bëjmë dakord këtu? Nëse nuk ka, kalojmë votim. Atëherë, për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit Bashkiak zonjë Megi Fino, kush është dakord? Kundër? Abstenim nuk ka. Urime kryetare. Projekt vendimi numër 12, zgjedhja e kryetarit të Këshillit Bashkisë zotit Endrit Brahim Llari. Kush është pro? Kundra? Abstenim nuk ka. Faleminderit, urime në kryetar. Kryetare, ju ftoj të merrni vendin. Përshëndetje të gjithëve, vetëm 2 fjali përpara se të nisim dhe të vazhdojmë punimet e mbledhjes Këshillit Bashkiak. Do doja në radhë parë të falenderoja paraardhësen time zonjën Romina Kuko për gjithë punën që ka bërë në kryesimin e këtij Këshilli Bashkiak dhe t'ju urojmë shumë suksese në detyrën e re. Dhe në radhë të dytë ju falenderoj shumë të gjithëve për gjithë mbështetjen, është sigurisht privilegj, por edhe përgjegjësi e madhe dhe jam besim plot që do kemi bashkëpunim shumë të mirë me të gjithë ju, me gjithë secilin për ju në gjithë kahat e spektrit politik, në të mirë të qytetarëve të Tiranës. Faleminderit. Atëherë nëse mund të vazhdojmë me faleminderit. Po, patjetër. Zonjë kryetare, sukses në detyrën tuaj. Ju urojmë edhe ish kryetares sukses në detyrën e saj 3. Detyra juaj që keni marrë sot është detyrë mjaft e rëndësishme. Jeni drejtuese Parlamentit të Tiranës. Dhe nisur edhe nga eksperienca e 2 vjeçare, uroj shumë, dhe besoj se flas edhe në emër të këshilltarëve të tjerë, jo vetëm të opozitës, por edhe të mazhorancës, disa prej tyre. Uroj shumë që situata dhe menaxhimi i punës Këshillit Bashkiak përmirësohet, duke filluar një lënia e mediave të futen brenda, ashtu siç e sanksionon ligji përveç qeverisë vendore që kjo mbledhje duhet të jetë e hapur për gjitha mediat, pavarësisht qëndrimeve të tyre, dhe njëkohësisht respektimi i dinjitetit dhe i fjalës të çdo këshilltari duke mos i limituar atë në disa sekonda si shpeshherë ka ndodhur. Uroj shumë dhe me thënë drejtën nisur nga mbiemri që u mbani, i cili është mbiemër i rëndësishëm dhe me historik pozitiv, uroj shumë që ju ta nderoni atë duke filluar nga këto dy gjëra të para. Së pari, që mbledhjen e ashpër të lejoni media, të njoftoni ju të parët mediat, të futen në sallën e Këshillit Bashkiak, ashtu siç janë futur në gjithë legjislaturat e tjera të këtij këshilli, përveç këshillit aktual,
dhe njëkohësisht të respektojnë të drejtën e fjalës të çdo këshilltari në mënyrë që secili të shprehet se në fund ditës ju keni kartonat, po ne kemi thjesht fjalën. Dhe ne nëse jemi tu sot, nuk kemi pa arsye, jemi të mandatuar. Ju ka mandatuar shumica, po ka dhe një pakicë dhe demokracia është pikërisht mbrojtja e pakicës. Kështu detyra juaj e parë si kryetare të gjithëve tashmë është pikërisht kryerja e këtyre dy detyrave dhe kjo do të ishte një premis mjaft pozitive për mbarvajtjen e punës së Këshillit Bashkiak. Suksese dhe na ecë mbar gjithëve. Faleminderit. Ju falenderoj, zotit Eliti. Atëherë, vazhdojmë me pikën 4 të rendit ditës. Nga që nuk i përmendëm. Okej. Atëherë, japim fjalën nën kryetarit të bashkisë, zotit Seferin. Faleminderit shumë, e nderuara kryetare, kam kënaqësi të veçantë që të jem bashkëdrejtues të themi kësaj këshilli, kësaj mbledhje kaq të rëndësishme për vendimet që komisionet kanë diskutuar midis tyre. Në kryet herës do doja shumë të uroja suksese në këtë detyrë kaq të veçantë që realisht është një auguri mirë, veçanërisht kur vendosen, janë propozuar dhe u miratuan persona me integritet si ju që përfaqësoni jo vetëm thjesht aspektin qytetar, por edhe atë profesional që është një garanci për punët e kësaj bashkie. Nga ana tjetër do doja shumë të uroja dhe nën kryetarin e Këshillit Bashkiak, Endre Ibrahim Llarin, si për kontributin e dhënë deri tani, por edhe për dedikimin e mëtejshëm qytetar, por edhe institucional, në të mirë të vendimeve që ky këshill do marrë. Por nuk do doja të harroja dhe mikeshën ton Romina Kukën, të uroja sukses në detyrën e re që deputet e Parlamentit Shqiptar dhe ta falenderoja për kontributin e dhënë deri tani. Do doja të vazhdoja me projekt vendimet e paraqitur në këtë mbledhje të Këshillit, duke u falenderuar gjithë ju këshilltar për kontributin e dhënë në diskutimin e këtyre projekt vendimeve, duke ofruar ekspertizën tuaj, aq më tepër që këto vendime me karakter të rëndësishëm social, ekonomik dhe administrativ i bëhen pjesë përbërëse punës për të çuar përpara prioritetet strategjike të Bashkisë Tiranë në të mirë të këtij qyteti. Për sa i përket projekt vendimeve, projekt vendimi për trajtimin me subvencion të qerasë të disa familjeve në nevojë që nuk mund të përballojnë qeranë e tregut lirë, janë depozituar 65 aplikime me dokumentacion të rregull, prej tyre 45 familje përfituese, janë të ndara në 19 familje, kryefamiljare me fëmijë në ngarkim ku përfshihen dhe vajza nëna, dhe 5 familje me antar me aftësi të kufizuar, pak KMCA dhe pension invaliditeti. 16 familje individ të moshuar që kanë mbushur moshën e pensionit dhe 5 familje në vështirësi ekonomike. Për 17 familje të tjera është lënë një afat një mujor për plotësim dokumentacioni, 3 aplikime janë skualifikuar, efektet do të përballohen nga fondi për bonuset e strehimit të parashikuar në buxhetin e bashkisë datës në buxhetin e bashkisë me shumën 847.167 lek në muaj. Projekt vendimi dytë në lidhje me miratimin e familjeve aplikuese që përfitojnë nga programi blok ndihmës ekonomike deri në 6% nga fondi i kushtëzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Tiranë për periudhën 1-30 prill 2025. Vjojmë në mbështetjet familjeve përfituese nga programi blok ndihmës ekonomike deri në 6% nga fondi i kushtëzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Tiranë. Sot propozohet miratimi për periudhën 1-30 prill 2025, për muajin prill të vitit 2025, njësitë administrative kanë përzgjedhur 270 familje, nga këto 166 familje do trajtohen me fondet të buxhetit vendor dhe 104 familje nga fondi i kushtëzuar deri në 6%. Familjet aplikuese janë familje me probleme sociale-ekonomike, si familje më me shumë se 4 antar, familje me 1 antar, familje romja dhe egyptiane, kryefamiljar me fëmijë në ngarkim.
Do kaloja tek projekt vendimi numër 3 për miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi social, subvencionimi i interesave të kredis i financuar nga fondet e buxhetit të shtetit në Bashkinë Tiranë. Strehimi mbetet një sfidë e madhe sociale në Tiranë, pasi shumë familje nuk kanë mundësi të përballojnë çmimet e tregut të lirë apo kredit hipotekore. Përmes këtij programi synojmë të përmirësojmë aksesin në financim për ata që nuk përmbushin dot kushtet standardet bankave, gjithashtu synojmë të ndihmojmë këto familje të blejnë shtëpinë e parë duke lehtësuar kostot përmes mbulimit të një pjese të interesit nga Bashkia e Tiranës. Në një kohë kur nevoja për strehim të përballueshëm është e lartë, këto programe mbeten thelbësore për të garantuar një banesë të qëndrueshme për shtresat në nevojë. Dy fjalë përsa i përket procesit që është ndjekur në Bashkinë Tiranë, kanë kriteret prioritare në këtë përfitim, janë familjet e reja me moshë deri në 40 vjeç, ashtu sikurse e mbani mend e kujtojmë, kemi pasur një rritje të moshës mesatare të familjeve të reja, nga 35 ka shkuar 40 në mënyrë që të rritej numri i përfituesve, të rinj deri në 40 vjeç dhe familje një prindërore me fëmijë në ngarkim. Zbatimi i këtij projekti kaloi në dy faza: hapja e thirrjes për aplikime realizuar në datat 12/12/2024 deri në 13/1/2025 nëpërmjet portalit e Albania dhe postës elektronike. Faza e parë, fitues të fazës parë ishin 2337 aplikime, kurse jo fitues 954 aplikime. Në fazën e dytë, aplikuesve fitues ju dha 30 ditë kohë për dorëzimin e dokumentacionit në përfundim të afateve përkatëse të fazës 2 nga data 4/2/2025 deri në 4/3/2025 u administruan dhe u shqyrtuan në total 1884 aplikime, nga të cilat janë skualifikuar për mungesë dhe problematika dokumentacionit 817 dosje. Procesi i shqyrtimit u seleksionuan dhe si të rregullta 1067 aplikime, të cilat janë përcjellë për shqyrtim të mëtejshëm Komisionit të strehimit. Komisioni u mblodh në datat 27/2/2025, 27/3/2025 dhe në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit, ky komision shqyrtoi në total një numër prej 1067 aplikimesh, prej të cilave rezultoi si më poshtë 50 aplikues me dokumentacion jo të rregullt që nuk plotësojnë kushtet e parashikuara, 15 aplikime rezultojnë me të ardhura familjare mbi limitin e përcaktuar në njoftimin publik, një aplikim ka rezultuar nën limitin e të ardhurave e përcaktuar në njoftimin publik. Janë 1001 dosje, janë 1001 dosje që kanë rezultuar me dokumentacion të rregullt. Në këto kushte, duke konsideruar nevojën e lartë të strehimit, i propozojmë Këshillit Bashkiak që të kalojë edhe këtë projekt vendim. Për sa i përket projekt vendimit për përfituesit e programit procesit të rindërtimit, vjen si një akt i rëndësishëm në funksion të zbatimit të angazhimeve tona për rekuperimin e dëmeve të tërmetit 26 nëntor 2019, është hartuar në përputhje plot me kuadrin ligjor dhe aktet nën ligjore në fuqi, duke kaluar në mënyrë të strukturuar në për gjitha hallkat e procesit institucional. Ky projekt vendim, me pak fjalë të përmbledhura, parashikon miratimin e listave të përfituesve nga grandet e rikonstruksionit dhe ndërtimit objekteve të reja për qytetarë në dëmtim DS1, DS3, përfshirjen e qytetarëve për cilat janë dhënë vendime gjyqësore, të cilat Bashkia ka zbatuar me përgjegjësi të plotë në përputhje vendimet e formës prerë. Përjashtimin e disa subjekteve nga listat e mëparshme për shkak të dokumentacionit pa plot dhe të pavlefshëm, ndryshim të programet të përfitimit në disa familje për arsye teknike dhe gjeologjike nuk mund të rindërtonin banesën në trullin ekzistues dhe kanë pranuar të akomodohen në zonat e reja zhvillimi. Praktikat e nën programet e grandet të rekonstruksion në nivel dëmi DS1, DS3. Për sa i përket programet të zhvillimit të objekteve të reja, në total janë 23 aplikime të reja, ku 22 janë shqyrtuar për herë të parë në njësitë administrative. Efektet financiare të këtij projekt vendimi janë parashikuar
dhe të mbulohen nga fondet e rindërtimit të akorduara nga Këshilli i Ministrave, të ardhurat ose të ardhurat e Bashkisë Tiranë. Kjo gjë na mundson të vijojmë pa vonesë në shkrimin e kontratave të grande në procesat e mëtejshme. Projekt vendim numër 5 për një ndryshim në vendimin 109 të datë 15/11/2023 të Këshillit Bashkiak për krijimin e bordit të Agjencisë Kreative, janë dy antarë të këtij bordit, që është zonja Rafaela Rica dhe Mariza Ekonomi, që kanë dhënë ndërheqje. Në vend të tyre propozohet emërimi i Arjan Ymerit dhe Kushtrim Shalas, të cilët propozohen për të përfunduar mandatin e paraardhësve. Arjan Ymeri, ekspert në zhvillimin e startupeve e ekosisteme sipërmarrës në Shqipëri me eksperiencë në projektet e BE-s, Kushtrim Shala, ekspert në teknologji, transformimin digital, themelues i ICT-s, media dhe aktiv në promovimin e startupeve dhe në inovacionit në Ballkan. Projekt vendimi numër 6 për një shqyrtim të vendimit datë 18/7/2012 numër 21 për miratimin e antarësimit të financimit të kuotës së antarit të asociuar të Bashkisë Tiranë në Eurocities, rrjeti i qyteteve më të mëdha europiane. Siç e dini, Eurocities është rrjeti më i madh i qyteteve europiane me mbi 200 antarë nga 38 shtete. Bashkia Tiranë është antarësuar në këtë rrjet të Eurocities në vitin 2012. Promovohet bashkëpunimi mes qeverive vendore në fusha si klima, mjedisi, digitalizimi, përfshirja sociale dhe lëvizshmëria, për të ruajtur stabilitetin financiar dhe ekonominë operacionale. Asambleja e Përgjithshme e këtij Këshilli miratoi me shumicë votash indeksimin prej 3.5 të tarifës antarësimit për vitet 2024, 25 dhe 26, përkatësisht për vitin 2025 është 4.700 euro, 2026 4.860 euro. Për sa më sipër, nisur nga rëndësia që paraqet aderimi i Bashkisë Tiranë, i kërkohet për kalimin e këtij projekt vendimi. Projekt vendimi numër 7 për miratimin e raportit të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të bashkisë për 12 vjetorin e vitit 2024. Projekt vendimi ka për qëllim miratimin e raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2024, që përmban të dhënat për të ardhurat dhe shpenzimet faktike, treguesit ashtu sikurse janë pasqyruar relacionet shoqëruese, treguesit e realizimit sipas burimeve të financimit dhe klasifikimit ekonomik, pasqyrat financiare vjetore, analiza performancës vjetore dhe rekomandimet për përmirësim. Për sa i përket të ardhurave faktike të krahasuar janë realizimi sipas viteve 156%, 121% me një total 146%. Performanca e jashtëzakonshme veçanërisht në taksën e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja te kalimi është në masën 226%. Buxheti miratuar dhe ndryshimet gjatë vitit për buxhetin fillestar 2024 ishte 33 miliard 439 milion 539.639 lek, pas ndryshimeve doli 50 miliard 707 milion 604.066 lek. Realizim total kemi 63% planet vjetor, përfshihen gjitha burimet e financimit, burimi kryesor të ardhurat e bashkisë 66%, fondet e pakushtëzuara të sektoriale 13%, fondet e rindërtimit 11%, fondet e kushtëzuara 9%. Rekomandimet nga Ministria e Financave, rritja e realizimit të shpenzimeve kapitale, përparësi për menaxhimin mbi bazë produkte dhe performance, moskrijimin e detyrimeve të reja dhe shlyerja e detyrimeve të trashëguara sipas planit afatmesëm. Për sa i përket raportit auditit, aktualisht Bashkia Tiranë është në proces auditimi nga KLSH-ja, që nga qershori 2023 dhe nuk ka ende një raport paraprak apo përfundimtar. Projekt vendim për miratimin e kritereve të kushteve plotësuese që agjencitë funerale duhet të plotësojnë për ushtrimin e aktivitetit të shërbimit funeral dhe ose ofrimin e shërbimit për shtëpi funerale në lidhje me kapacitetet teknike dhe burimeve njerëzore. Ky është një projekt vendim i rëndësishëm që i vjen Këshillit Bashkiak për faktin dhe do konsiston si për të rregulluar disa aspekte shoqërore dhe ligjore
që janë përmirësimi i standardeve të shërbimeve funerale, krijimi një kuadri të rregulluar dhe të kontrolluar, minimizimi i impaktit psikologjik dhe etik në komunitet, siguria dhe higjiena publike, ndihmë për familjet në momente të vështira, mbikëqyrja dhe inspektimi i agjensive funerale. Pikat kryesore të këtij projekt vendimi janë përcaktimi i kritereve për licencimin e agjensive funerale, që është një risi ky projekt vendim, që përfshihen kapacitetet teknike, burimet njerëzore dhe ambientet e përshtatshme për zhvillimin e aktivitetit. Shtëpi funerale do të jenë ambientet që do të shërbejnë si shtëpi pritjeje për të cilët veprimtaria për kryen e ritualeve të lamtumirës dhe riteve të tjera me nderim të personave të vdekur do të jetë e padukshme nga jashtë. Kurse agjenci funerale ofrojnë shërbime mbështetëse në proceset të varrimit nëpërmjet zyrave për informacionin e qytetarëve me qëllim shitjen e artikujve e varrimit vënë në dispozicion të transportit funeral në përputhje me kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë vendim. Krijimi i komisionit të inspektimit, ky është një komision shumë i rëndësishëm, një organ i posaçëm që do të kontrollojë përputhshmërinë e subjekteve me kriteret e vendosura. Vendosja e kushteve higjieno-sanitare, monitorimi dhe për pezullimin e licencave dhe procedurat për licencimin. E nderuara zonja kryetare, këto ishin projekt vendimet që mbasi janë diskutuar në të gjitha komisionet, i kërkojmë Këshillit Bashkiak që t'i aprovojë për të vazhduar punën tonë në të mirë të